E dëgjuam kështu deklaratën e presidentës Vjosa Osmani, tani do diskutojmë në studio se çfarë do të thotë kjo për Kosovën. Bashkë me neve në studio është Ali Sefaj, mirë se vjen. Mirë se vjen. Dhe Besnik Shabio. Grazie. Heqja e masave tashmë u konfirmua. Zotri Sefaj, çfarë do të thotë kjo për Kosovën? Është një lajm i mirë? Do ta vlerësoja këto si një prind kur fëmiu yt i thehet nota sjellës dhe pas periudhë të caktuar thrasin shkollë dhe t'japin lavdata që është rikthyer nota e sjellës dhe fëmia ka filluar të bëj përmirësime të dukshme. Secila informatë e mirë, secili lajm i mirë që vjen për Kosovën është i dobishëm, duhet t'i gëzohem për arsye se ne që kemi qenë disa vite në sanksione dhe qytetarët e Kosovës dhe ekonomia e Kosovës është godit si rezultat i mos pasjes mundësi të përfitimit nga këto fonde. Thjesht janë heqë masat të cilat padrejtësisht janë vendosur Kosovës, mirë po ai efekti, pasojat janë të vërejtshme, të përllogaritshme dhe nuk ka rëndësi pastaj a kanë qenë të drejta apo të padrejta sipas perceptimit tonë. Masat cilat janë shqiptu kanë qenë dëmshme me dëmet jashtëzakonshme për vendin, e është një anë prej lajmeve më të mira që kemi mujt me prit para zgjedhjeve dhe para vitit të ri që vendos me na i heq masat në mënyrë graduale e që po besoj që kur formohet qeveria na do të kemi mundësi që të kemi akses në ato që na takojnë si vende që prosperojnë drejt Bashkimit Evropian. Bashkë me neve në këtë diskutim është bashkuar edhe profesor Nejmedin Spajo. Zotri Spajo, mirë se vini në Kosova Live. Mirë se gjej. Besnik, vazhdojmë me ty dhe pastaj e kalojmë fjalën të zotri Spajo. Si e prite këtë lajm për heqjen e masave nga BE-ja? Mund mendova që keni bollën e farë feste në organizim, se sot është ditë me rëndësi, edhe Aliun sot e kemi ma ndryshe me kostume, me krevate, kështu me ropë. E ka respektuar këtë lajm. Është ditë që duhet me vendosë në kalendar. Kështu për te i kësaj shakaje, jemi të full për 600 milion euro të cilat Kosova nuk ka rrit me i pas për shkak të masave në këto vitet e fundit, pres që janë vendosë. Kryesisht kanë qenë projekte në ujin e pijes, projekte në ujrat zeza për riciklim edhe në bujqësi. Pra, sot është thjesht, është masive që janë heq, me dalë dhe me u krekos se cili akter atje institucioneve, për te që normalisht këj lajmë dhe këj fakt në gëzën, por është edhe marje, definitivisht du të me marë përgjithësi këta njerë, sepse me jam hu Kosovës të drejtën me pas qasje në 600 milion euro fundet BE-s, këtyre viteve të fundit, është totalisht përgjithësi e njerëzve të cilit kanë në dheq me institucionit. Pra edhe për te asoj që e tha Aliu, edhe pse dikush mundet me gjyku në një prizëm ndryshe, a kanë qenë të drejta apo nuk kanë qenë, por jemi të full për mjetet të konsiderushme dhe si mungese këtyre mjeteve Kosova nuk ka bo pothuajse asnjë hap në aspektin e shtrirjes ujit të pijes, në aspektin e pastrimit ujrave të zeza, vazhdoj me pas probleme elementare, mungesë të impianteve, për shkak mungesës fondeve, mandej riciklimi mbeturinave që pothuajse as që ka fillu në nivel institucional, edhe po mbetet prapë edhe sektori tjetër i bujqësisë që ka pas përfitoj mas shumë. Janë këto fusha në cilat kam pas me përfitu mas shumë të prej kësaj pakës 600 milion euro, dhe pram ishte një lajm besoj i orëve të vona, kur edhe presidentja e kumtoi lajmin dhe tash ta shohim tutje me datën 29 janar, po pritet që ndoshta në fund janarit realisht me u largu komplet masat. Urojmë që BE-ja mos me vendosë edhe kriteret e reja, imi mësu edhe në të kaluamën, nuk është që nëse i kthehemi me memorjes në kaluamën, ka ditë ndonjëherë që edhe pse kemi marrë lajme të tilla, me ndryshu diçka për shkak të ndonjë mos dëgjueshmërie, po e thuaj kështu kushtimisht në proceset të vazhdimit. Pra uroj dhe besoj që do të jetë ky vendim veç do të futet zyrtarisht në fuqi, edhe Kosova nuk do të jetë asnjëherë pjesë e këtyre sanksioneve. Zotri Spajo? Për te lajmit mirë, për te vlerës së paras e cila vjen në Kosovë, është vlera politike. Ajo që Kosova tregoi një pjekuri, nuk ju nënshtru shantazhet të Bashkimit Evropian, i cili nështrimin i cilit do të thoshte dërzimi i vërijeve të Kosovës në fakt,
sepse atëherë kujtohet për çka janë pru, për mos tërheqjen e policisë nga veriu, për marrjen e komunave nga ana e institucioneve të Kosovës e tjera. Këto ishin arsyet pse vendosen masat. Kosova nuk ju nënshtru këtij shantazhi dhe kjo është shumë pozitive. Dhe tani që këto masa u tërheqën, tregojnë që Bashkimi Evropian është ai që u dorëzua, që e pa që Kosova ka qenë në të drejtën e saj dhe kjo shton besimin e shtetet të Bashkimit Evropian që edhe në të ardhmen Kosova mund të ketë të drejtë në veprimet e saj edhe kur ata mendojnë që nuk e ka mirë Kosova. Dhe kështu që këto është rëndësia themeltare. Fakti që janë vënu të ndihma që kanë pasur sigurisht domen e vet ekonomik është minor karshije suksesit që ka arritur Kosova në këtë drejtim. E qartë. Të flasim pak edhe pikërisht për këtë video dhe të themi kështu prezencën e presidentit Shqipërisë Edi Rama, i cili edhe u fut në atë video dhe gjitha meritat ja dha Vjosa Osmanit, pavarësisht raporteve që kanë pas kohëve të fundit. Po mendoj që relacionet apo fërkimet që janë kriju me Shqipërinë janë gabime të pafalshme dhe të panevojshme për arsye se në asnjë rrethon nuk duhet të mendohet që ne të kemi këso fërkimesh, por të jemi gjithnjë krah njëri tjetrit. Edi është politikan karizmatik, spektakular, kontradiktor, mund t'i thuash që të duash, mirë po e ka një lloj karizme të veçantë, edhe në atë duke ja njohur meritat dikujt, e që po besoj që Vjosa Osmani afrohet me përfundu mandatin dhe është mirë që ka një lajm që ta vendos në kalendarin apo në historikun e saj 5 vjeçar që ja ka bërë një argat Republikës së Kosovës. E ky argat nuk është argat i pavrejtshëm dhe i papërfillshëm, se përtej pasoja financiare dhe politike, ne kemi qenë njoll e zezë në syt e BE-s dhe të botës, dhe veçmas edhe sektori privat, kur ka dashur të përfitoj mbështetje financiare jashtë kësaj mbështetje, ka qenë e penalizuar, veçmas edhe në shtetet e tjera që vinë nga Afrika apo nga Azia për shkak të këtyne penalizimeve që i kemi pas, janë penalizuar. Në fund, për te kësaj, ne nuk mund të funksionojmë me logjikën që ne do ta sfidojmë BE-n, për arsye se BE-ja është shtëpia ku ne dëshirojmë të shkojmë. Dhe padyshim që institucionet tona, vendi jonë duhet të ketë integritet, mirë po për te kësaj, kur ti dëshiron të bësh pjesë e një familje, duhet ta gjesh rrugën më të mirë, duhet ta gjesh rrugën më të lehtë, për arsye se sot është mos fleti të flasim për patriotizëm apo gjëra të mëdha, mirë por praktikisht ne na duhen gjëra funksionale që bojnë jetën më të begat në këtë vend dhe i bojnë qytetarët pa dallim nacionaliteti që ta shohin Kosovën si atë dhe Republikën e tyre. Po. Besoj kryeministri Edi Rama në një farë forme tha edhe pse nuk duhemi, meritat e plota i ka Vjosa Osmani. Pastaj doli në një deklaratë tjetër edhe sot që tha që pak a shumë ka pas rol edhe Shqipëria në këtë heqjen e masave dhe këto arritje të Kosovës. Jo rastisht thojnë që shakaja është një gjysë e vërtetë. Kështu është e vërtetë që këtyre viteve të fundit nuk kemi pas relacione të mirëfillta me shtetin e Shqipërisë. Përkundër se kjo siç dashur me qenë as temë diskutimit, por ka qenë temë diskutimit, e kemi diskutuar shpesh edhe nëpër studio. Mesazhi që e ka lënë presidenti Rugova që shtëpia nuk bëhet pa meq, besoj që është një mesazh që do të më marrë secili politikan sa herë që jam mësuar me qenë pjesë e udhëheqjes. Është normale që Shqipëria ka jetë shumë përpara Kosovës për shkak të ndjekjes politikave dhe një lloj, po e quaj kushtimisht një lloj dëgjueshmërie dhe krijimi i relacioneve më të forta, dhe këtu meritat kryesore besoj ka, nuk mund m'ia heq tash përkundër aspektit kontradiktor që shpesh herë mund me gjyku zotrin Rama si figurë, megjithatë në aspektin diplomatik mendoj që është një prej figurave më të fuqishme viteve të fundit në skenën shqiptare. Ka arrit mjaft mirë çështjen e shtetit vet me ngrit tutje, me kriju relacione të jashtëzakonshme me shtetet më të fuqishme, me Francën, Gjermaninë, kemi pa edhe kohëve të fundit se sa
organizime me rëndësi janë bajt në shtetin shqiptar. Kjo flet shumë për ecjen tutje të diplomacisë shqiptare atje, ndërsa ne kemi ngec, besoj që ka qenë edhe një arsyeja vendosjes atyre masave, e përmendni edhe zotëri Spahiu, ka ekzistuar edhe një lloj mosbesimi ndoshta se ku mund të arrijë situata në veri, për këtë arsye edhe ka ndërhyr Bashkimi Evropian, sepse ndoshta nuk e ka pas edhe besueshmërinë e plotë që situata mundet me u normalizu, siç arriti mandej përkundër shumë tensioneve dhe përkundër shumë mospajtimeve të faktorëve ndryshëm ndërkombëtar. Megjithatë, tash e kemi një situatë shumë më stabile në veri dhe këtu normalisht do të më dhon kreditin e plotë qeverisë aktuale, detyrë. Mirë po, është normale që për të ecë përpara në rrugën drejt Bashkimit Evropian, sepse është e vetmja rrugë të cilën e ka Kosova, normalisht duhet me pas çdo ditë në detyrat kryesore, akterët relevant, Ministria e Punëve të Jashtme, Presidenca, Kryeministria, është normalizimi dhe fuqizimi i raporteve me shtetet më të fuqishme të Evropës, sepse kjo është e vetmja rrugë që edhe na largon masat sikur ne ka largu sot, po edhe na fut në agjenda të tjera, sepse jemi shumë larg ende kapitujve për të qenë pjesë e BE-s nesër. Zoti Spahiu, një koment për këto raporte? Mendoj sjellja e Ramës ishte skeshmërisht e pahishme, e paskrupullt dhe e turpshme. Unë nuk shkot gruaja huaj me kopër qape. Unë mund të marrë momente si mund të ndihet zotnia i parë i Kosovës në këtë rast. Po unë si qytetar i Kosovës jem dje, domethënë duke edhe pse nuk e vlerësoja shumë punën e presidentes, por megjithatë unë e njoh që ajo është presidentja e vendit tim. Edhe jam djerë tepër i poshtruar me këtë sjellje të tij, pali mundesh me marrë me mend se si mund të A të duk në nënçmimi i Kosovës, zotëri Spahiu, pse? Po, është në nënçmimi i Kosovës, në nënçmimi në radhë të parë i presidentes Kosovës, sepse e duket si lavdrat. Domethënë, sa e mund ta thoshte shumë mirë në një konferencë shtypi që këto meritat për këtë i ka presidentja, shumë kështu do të ishte krejt normale, po të shkojnë në mes të një paraqitje publike, ta shkojnë ta përqafoj gruan e huaj. Po ja, ajo është presidente e Ligës Kosovës. Presidente dhe zotri Rama njihet për këto raporte të afërta, edhe me... Zotri Rama njihet për këto raporte të afërta dhe këto gjestet spontane që i bën edhe me të tjerët, nuk është që... I bën edhe me presidentën e Italisë, me kryeministin. Nuk janë të hishme ato. Jo vetëm me presidenten, edhe me kryeministin e Kosovës ka bërë gjestet të tilla të turpshme. Pavarësisht që presidenti është femër e kryeministi i Kosovës është mashkull, kjo sjelljet e tilla janë të turpshme, janë të pahishme, poshtruese. Thjesht qëllimi nuk ka qenë ngacmimi seksual, por ka qenë në qëllim jo, asese ajo nga ajo është fakt. Ka qenë thjesht poshtrimi i duke u paraqitur në një pozicion superior, karshi më thonë, sikur një fëmijë i vogël aty, po jo presidenti i vendit. Po, zotëri Spahiu, ishte ai një moment i lumtur për Kosovën. Heqja e masave nga BE-ja, heqja e plotë e masave dhe një moment i gëzueshëm që e ka pas edhe Edi Rama për Kosovën edhe ka ndërhyrë. Për arsye se ka qenë kontributor Shqipëria në punë. Jo, shiko, një moment i gëzueshëm, ai ka mund të edhe të zhvishet Lakuriç aty dhe të dalë. Ja, zotëri Spahiu. Për shkak që po ai nuk manifestohet ashtu në një sjellje, më thonë, prej një pushteti. Jo, zotëri Spahiu, mos përtej se po duket pak tepër e banalizuar tash. Dorën zemrën. Banalizuar ka qenë sjellja banale. Po jo, se s'është ti po e banalizon tash formatin e tregimit sjelljes, po e dërgon drejt banalizimit. Unë mendoj që është dalje pas një takimi që megjithatë normalisht kryeministri i Shqipërisë është gëzu faktit që Kosovës janë heq masat dhe në këtë fitore ka kontribuar edhe vetë zotëri Rama dhe besoj që ka dashur me tregu që është një fitore për bashkët e shtetit e dy shteteve. Ka tregoj atë shumë mirë, ka mund të mbaj një konferencë. Po kjo është Edi Rama realisht, nuk është që si jemi mësuar si. Po prandaj unë po kallzoj, po tregoj se sa i paturpshëm edhe i paskrupulltor. Pra, zotëri Spahiu, sipas juve, një gjë që nderon.
Zoti Rama duhet priste dhe dilte një deklarat ndamas, një deklarim ndamas para medjave dhe ta jap fjalën e tij. Edhe në merrej vesh me deklarat të përbashkët, por sjellja është sjellje. Edhe pse më duk që zonës Osmani nuk I pengoj fare, e mirëpriti. Veç pak, nuk është e mirëpriti, por ajo nuk ishte se çfarë të bënte në një situatë të tillë, domethënë, po ti shanvensoj, ndoshta do të sjellësh njësoj si që është sjellë edhe ajo, por se kemi një ndërprerje. Tash, dëgjë, nuk po du me paraqyku qëllimin e zotit Rama, se nuk mendoj që ka pas qëllim negativ absolutisht, përkundërse në sytë e njerëzve tash mundet më pa në këndvështrime ndryshme, thjesht edhe njerë ai don me tregu që kanë dalë prej një rezultatit kënaqshëm që e kanë arrit bashkarisht si kontribut edhe I Shqipërisë, këtë rast edhe I Kosovës, dhe u pa aty që zonja Osmani një farforme që e mirëpriti, I leje që nuk reagoj, po mandej I tha edhe disa fjalë për te jasaj me shumë, nuk po dëgjohesh dhe të ju. Po, nëse regjia në ndihmon sepse s'po e dëgjojmë këtu në studion. Si do të mund të reagojmë te ajo? Po jo, se s'kish pas kuptim as me reagu ndryshe, po për Edi Ramën, tash ne këtu nuk jemi besoj sot mja bo në atë kuptimin, analizën zotit Rama si figur, na jemi mësu e tha dhe Aliu me po gjanat e tilla në skenën publike, politike zotit Rama, por është një figur jashtëzakonisht e respektueshme në nivel tash edhe të Bashkimit Evropian, dhe po bën hopa gjigant. Absolutisht nuk është e vërtetë. Jo, po tash unë nuk I di shihen tonë personale, mundesh me pas ndryshe. Po është një prej figurave që e kanë ngritur. Po mirë dhe ti po pse s'është e vërtetë? Çka do të më bëj tjetër Edi Rama? Kjo nuk është pak e vërtetë që është një figurë e respektuar. E kalojmë. Nuk mund të jetë një figurë e respektuar ku të gjithë ministrat, zëvendës kryeministrat atje I veç ndodhen në burg për po jo më po flas në nivel nuk respekton zërkomtare ke fjalën. Nuk respekton vendet demokratike, nuk respektojnë figurat të tilla. Po dhe presidenti Sarkozy është dënuar me burgim, tash mos tim si ai gjanash. Ja me fillu ashtu as në shtet nuk sepse perëndimi nuk I çmon I dënon, I gjykon veprimet të tilla. Dhe nëse ai tash e toleran, e doran për shkakun që Shqipëria atë ka zgjedhur, atë ka votuar. Nëse është dënim me fut Shqipërinë BE, uroj që edhe na me pas kësi dënime. Po, dhe nuk besoj që ishte diçka mësuese përveç faktit se tani nuk duhemi, por jemi të lumtur. I bie që nuk ka qenë diçka e stisur nga ana e tij sepse e pranoi që nuk kanë raporte të mira, megjithatë është shumë I lumtur për këtë arritje të Kosovës, që e konsideron që është një arritje e përbashkët. Dëgjoj, ti nuk mundesh me bëj operacion zemrën aty edhe me po. Jo, s'jemi të jaboj. Atë është I lumtur. Por thjesht unë nuk isha duke e gjykuar atë se a ka qenë I lumtur, a s'ka qenë I lumtur, a ka kontribuar apo s'ka kontribuar. Nuk e di atë sa ka kontribuar, ajo është njeri I parë që ka vu sankcione Kosovës. Nuk e di sa ka kontribuar në këtë tim, ndoshta edhe mund të kontribuar. Shqipëria nuk I ka vendosur është pa vërtetë. Shqipëria se ka vendosur sanksione Kosovës. Po I shon disa fjalë kështu. Unë ikta duke thënë që ai pat një sjellje skandaloze ndaj presidentes së Kosovës, në cilën unë si qytetar I Kosovës unë ndjeva tepër turpruar, e mund ta marr me mend se si është ndjer bashkëshorti I saj. Tash po fillon me bëj analizë ai nuk ishte mendoj që duhet ta tejkalojmë këtë pjesë. Në kuadër të mundësive të saj në një situatë në çfarë ajo se formatin që po diskuton Nezhmedini është sikur t'jeshim duke fol për përqafimin apo për ndërhyrjen në një intervistë ndaj një të mitur jo ndaj presidentes së Republikës së Kosovës. Po ai e bëri veprimin ashtu sikur ndaj një të miture. Plus asaj që do të mund të kishte reagime pas kësaj nëse diçka nuk ka qenë e përshtatshme qoftë nga presidenca, qoftë edhe nga vetë prindërsa e tij ose shumë shpesh kemi parë reagime. Kalojmë në diçka tjetër. Do të pikë për debat, çish mundesh me arsyetu veprime të tilla turpshme. Po në sytë nuk të kuptoj. Dëgjova alo dikon tjetër që thash veprimi turpshëm, s'kom po ndaj reagim pas juve. Sepse dikush duhet ta mund me qenë personale.
nuk janë të gjithë të banë lëpirës të dikuj që ka pushtet. Unë besoj që duhet të kalojmë këtë pjesë dhe të mos humbosim nga koha jonë, për arsye se gjithë kemi angazhime, por një diçka që është e kaluar dhe që ka qenë një moment gëzimi dhe e ka shpërfaq gëzimin nga një... Sepse nga gjua trupit u pa që ishte një moment spontan, një moment gëzimi. E tha më herë që nuk mundim se qëfar ka qenë në mendje dhe zemë në Edi Ramos, po të pak të nashto është par nga jashtë dhe nuk pati kritika. Po kjo Edi Rama e të kalojmë të pjesë. Do kalojmë në diçka tjetër. Më herët Besniku e përmendi stabilitetin veri, dje patëm edhe për urimin e një prej urave që bashkon jugun e Mitrovicës me Veriun, aty ishte edhe kryeministri Kurti, por pati disa tensione themi kështu nga pala tjetër. Ndërkohë që edhe aktorët ndërkombëtar nuk kanë qenë shumë të pajtimit sa i përket ndërtimit këtyre urave lidhëse. Zoti Stefaj. Po mendoj që do duhej të lëshohej ura kryesore në Iber, për arsye se ajo e paraqet simbolikën ndarëse. Mirë po secila punë që të bëhet. Ne më diskutojmë, a është vendosur në vendin e duhur, a është bërë sipas procedura, a kemi plot çka tjetër që lidhet, por megjithatë, cili do hap që e bën Kosova, cila do punë që mbërrin ta bëj Kosova, cili do veprim në infrastrukturë. Nuk ka rëndësi madhësia e saj dhe nuk ka rëndësi kostoja e saj. E rëndësishme është cilin hap të bën Kosova, është i mirë për Republikën e Kosovës, pavarësisht kush do të qëlloj në qeverisje, apo e kundërta. Kush do që ta da bëj një veprim dëmshëm, pasojat do t'i vuaj vendi. Mendoj që Mitrovica ka ura bukur shumë, që dalin në pjesën veriore, mirë po ne do të insistojmë në vazhdimësi, jo ka më shumë ura, nuk flasim për 3. E kam fjallën për këto afër urës kryesore. Mirë po ajo që duhet të insistohet, duhet të lëshohet ura kryesore që ka qenë simbol i ndarjes. Jo për qarkullimin, jo për të diçka tjetër, mirë po për ta rënuar simbolin e cili fatkeqësisht është vendosur pothuajse pesh lirimit, e kjo është vendosur si rezultat i mekanizma ndërkombëtar, mirë po pse kanë pas kaq shumë fuqi mekanizmat ndërkombëtar, është se njerëzit të moshërritur, si Nexhmedini dhe të tjerët, nuk kanë zgjedhur që ne ta kemi një pozicion shumë të fortë përballë armikut dhe pastaj kur tulim në tavolinën e miqve të kishim më shumë hise dhe më shumë të drejtë në vendosje dhe në vendimarrje si që kishin koratet apo të tjerët. Dhe unë besoj që me aq pak kontribut që është dhonë nga pjesa më e madhe e njerëzve, domthonë ne kemi mbërri sukseset të jashtëzakonshme si popull dhe si shoqëni. Zoti Spajo? Nuk e kuptova çfarë tha ky zotënia më përpara. Vetëm dëgjova që më përmendi emrin, po nuk... Po, Zotri Stefaj, nëse që t'jemi korrekt, mos ta them edhe unë prej fillimit, ta që personat... Jo, në po them, sikur t'ishim pjesëmarrje 10 fish më të madhe në luftë. Për sikur të kishim kontribute shumë më të mëdha. Nuk do të flisnim që sot ne të diskutonim për urën në Mitrovicë. Po do duhet tishte më kohë. E pastaj, çaj gabimi fillestar, na i kanë nxjerrë 100 të lashtë të tjera që duhen të eliminohen me kohë. Natyrisht, sikur të kishim më shumë njerëz që do të kishin kontributin setimin në luftë, sigurisht që Kosova do të ishte si Slovenia, nuk do të ishte këtu ku ishte, por tani është aty ku është. Kështu që nuk e di në çfarë kontekste e përmendi, po këtë. Nuk e përmenda individualisht se ti ose unë. Jemi të parancishëm për procesin, mirë po për numrin e madh të njerëzve veshmas për njerëzit e pata si shembull të moshës suaj për arsye se në Kosovë njerëzit e moshës mbi 50 vjeçare, burrat, kanë qenë numerikisht jashtëzakonisht të vogël e që është e kundërta nga gratë. Gratë e asaj moshe kanë qenë kontributore më shumë se sa shumica e ushtarëve të Kosovës. Dhe mendoj që në rast që ky këmbë i ka dikujt borxh ose për secilin sukses që e ka bën, o edhe kur i kim prish raportet si dje,
a ka figur ma polarizuese, ma përqarëse në strukturën politikës e Vjosa. Nuk ka, prap edhe një sukses djena vjen pi grave. Në Kosovë, sa herë prishët diçka pi burrav, duhet më ardhë një format i grave për me ndresh gabimet që i bojmë një burrat gjatë rrugë, qoftë politike, qoftë biznesore, qoftë raporte, a shka do tjetër. Po, Besnik? Se përket të numrat numrat të ura në Mitrovic janë gjithse 7 ura, të cilët të janë për këmësor, edhe 4 janë edhe për vetura, por për një shtet i cili, do më thonë, aktualisht rezidenti ka 70.000 banor, edhe që verës dhe gjatë festave kur vjen diaspora i ka dykun 200.000 banor, ky numër i urave është akoma i vogël. Është akoma i pamjaftueshëm për një qarkullim normal brenda një qyteti të tillë. Kështu që ka nevojë akoma për ndërtim të urave, nuk janë ura të tepërta këtu. Fakti që madje disa prej këtyre urave janë të ndërtuara keq fatkeqësisht. Janë të ulta, disa janë tepër të ngushta, kanë mund të jenë më gjëra dhe kjo është një farë mësimi për të ardhmen që kur ndërtohet një urë, më ndërtu si kushe, jo Zotri Sefa e kishte më shumë çështjen që derisa ndërtohen ura tjera, ura kryesore, pra vazhdon të jetë mbyllur. Duhet ndërtohen ura tjera, mirë po duhet të hiqet simbolika e ndarjes. Po, simbolika e saj urës është ndarja mes jugut dhe veriut, sipas juve. Do të hiqet edhe simbolika do të hiqet. Ka qenë premtimi i komandantit të forit më hershëm që përmendoj në konfidencë që do të hiqet, por nuk e mbajti fjalën. Shpresoj të tjerë ta mbajnë, sepse plot kanë premtuar. Po të tjerët nuk e ka dhënë. Ky komandanti aktual nuk e ka dhënë. Nuk e ka dhënë këtë premtim, por shpresojmë që do ta bëjë. Po, Besnik? Po, të jemi real, ne e dim që asnjëherë problemi me veriun e vendit nuk ka qenë problem fizik. Nuk është që kemi pas probleme për shkak turës që s'kemi qarkullu, por kanë qenë problemet politike, ato të cilat e kanë vendosur gjithmonë theksin edhe me diskutu me kaq shumë zell për çështjen e veriut. Ndoshta siç dosht, e përmendi Aliu, për shkak të kryerjes detyrave me kohë, kish dashur me qenë fare pjesë e diskutimit, por ja që është, ne jetojmë në këtë realitet sot dhe ndoshta edhe kjo heqje masave nga BE-ja është edhe një parafrim drejt një normaliteti që e pret Kosovën viteve në vazhdim. Pra vetë fakti që vendosja e masave ka qenë pikërisht për çështjen e veriut dhe largimi i masave tashmë nga Bashkimi Evropian, po besoj që është një lajm shumë i mirë për Kosovën dhe uroj dhe shpresoj që do të na dërgoj shumë shpejt drejt një stabilizimi politik atje, sepse mund ndërtojmë ura pa kufe, jo 7, por mund t'i bëjmë 700 ura, por nëse nuk e rregullojmë çështjen e veriut në aspektin politik, ne do të kemi prap probleme të njëjta, kushdo që vjen nesër kryeministër ose presidenti i Republikës Kosovës, gjithmonë do të ketë të trashëguar problematikat të cilat i sjell kjo pjesë. Dhe edhe një herë po them, e vetmja rrugë është fuqizimi i raporteve me aleatët ndërkombëtar, por në raste të caktuara normalisht fakti që qeveria e Kosovës i ka qëndruar besnike në farforme qëndrimit të saj që ka të drejtë në këtë rast dhe doli që realisht ka të drejtë dhe në gjithë tu kemi qenë të pajtimit që çdo veprim atje që bëhet për me shtri sovranitetin, është çdo qytetar i Kosovës i gëzohet, por nëse nuk bëhet në harmoni të plot, në raste të caktuara, na ka treguar historia, kur s'bën në harmoni të plot me aktorë ndërkombëtar, ditë me qenë edhe mandej problematike për hapat e më të tjeshëm. Kjo kësaj radhe na doli mirë. Një falenderim do të m'ja bëj normalisht Aliu dhe në këtë rast presidentes Vjosa Osmani që nuk do të me harru me potencu që ka qenë një për njerëzve më të angazhuar në diplomaci këtyre viteve të fundit dhe po shihet që ka pas rezultate dhe tashmë ne po flasim për një realitet të ri. Por krejt që ka na mbetet është që shtrirja e sovranitetit me shku sipas rregullave, ligjeve, Kushtetutës së Republikës Kosovës edhe me arrit e di që është shumë e mundemshme për me arrit edhe pjesën e qytetarëve sërbë të Kosovës që jetojnë veri, sa më shumë me inkuadru edhe me integru si pjesë të kësaj republike. E kemi një keq kuptim në shumicën e kohës kur flasim për sovranitet, kur flasim për integrim dhe kur flasim për lojalitet apo që qytetarët serbë ta shohin
Republikën e Kosovës si shtetin e tyre. Sovranitetin Kosova e ushtron në tërë territorin e saj, për arsye se territorin tonë, kufit tonë i ruan këfori. Ne kemi pas probleme me çështje të sigurisë atje, si rezultat i strukturës së popullsisë, e cila pastaj e ka prodhuar edhe strukturën e popullsisë, si që kërkon legjislacionin fuqi. Sovranitet geografik po, por s'ke po sovranitet ligjor. Mirë, po ne kemi një problem tjetër. E ai problem tjetër eliminohet me dy forma, ose nëpërmjet marrëveshjes politike, ose nëpërmjet suksesit që do duhet ta kishte Republika e Kosovës dhe që serbët nga veriu të mos ta gjenin veten të shkojnë në Rashk, në Vranj apo kudo në një qytet tjetër, po të vinë në pjesën jugore, të vinë në Prishtinë dhe ta shohin Kosovën si shtetin e tyre, ta kenë perspektivën në Kosovë si që shohin minoritetet tjera, sepse sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës, edhe pse ne jemi qytetarët shumicë, Republika e Kosovës është shtet i qytetarëve, nuk është shtet një etnik. Dhe për ta ndërruar këto, duhet ndroj shumë çka, mirë po në radhë parë duhet ndroj interesi i punës dhe financiar i serbëve të Kosovës që ta gjejnë veten në Republikën e Kosovës. Sepse ishte edhe një lajm, nuk e di sa është i konfirmuar, por që shumë shpejt do të ketë edhe autobus që do të kalojnë tek pjesa e veriut e që lidhen me jugun, pra përfshirë këto Leposaviqin, Zubin Potokun, por kjo mbetet shihet se a do të ketë hapa të tjerë. Do kalojmë tani në diçka tjetër, të mërkurën janë publikuar mesazhe telefonike të Faruk Mujkës, sipas të cilave kundërlidhshëm dhe me ndërhyrje politike nga vetëvendosje është emëruar i njëjti si kryeshef i ndërmarrjes së IBR Lepensit. Do të marrim edhe nga një koment shkurt, me që ishte një temë shumë e diskutuar, Besnik? Fatkeqësisht kjo dëshmon që institucionet e Kosovës vazhdojnë një farë forme me qenë të kopura nga vetë njerëzit që udhëheqin me këta institucione. Kjo nuk është kurfar mesazhi i mirë as për qytetarët e Republikës Kosovës, as për Kosovën në arenën ndërkombëtare, nëse e shohim si vend po lavdërojmë gjatë gjithë kohës, si vend ku sundimi i ligjit është dhe lufta kundër korrupsionit është primare për njerëzit e institucioneve. Besoj që është një shije e keqe, një shije e hidhur për të gjithë ata njerëz të cilët në far formati kanë kontribuar që me pas këtë qeverisje që e kemi sot, edhe nuk ka qenë numër i vogël i njerëzve që janë angazhuar. Këtu kemi të bëjmë me shkeljet ligjit nga vetë ministri Arizvan Olli, sepse është ndërhyrje direkte në një proces i cili fare nuk do të më u përfshi ministre, normalisht janë komisionet e caktuara të cilat merren me emrime në propozita qoftë bordave se çka do tjetër. Përfshirja direkte e politikës vazhdon me qenë shqetësim, edhe në aspektin e nivelit lokal, edhe në aspektin e nivelit nacional, po shohim që Kosova nuk pa arrit me u shkput për këtij sindromit të vazhdueshëm, duke tentuar që politika me ndërhy në secilin veprim. Kështu që ajo që ka i po ndje gjitha ato mesazhe, për mua shqetësuese është edhe diçka tjetër, nuk kam fol asnjëherë kështu publikisht, po kemi pas ndërhyrje edhe të individëve të dorës së dytë ose tretë që nuk do të më qenë fare të përfshijmë në këtë debat. Kemi të bëjmë me një zyrtare të lëvizjes vendosje, e cila është pjesë e këtij diskutimi, nuk më me kuptu pse do të më qenë e përfshirë një zyrtare e partisë, do diskutojmë që lidhet me lëvizjen vendosje. Me shërbësjur lidhse mes individëve, në këtë rast zyrtarëve të caktuar partisë me udhëheqës të institucioneve, në këtë rast me ministrën. Ne kemi pa tash veç një bisedë, po na nuk e dim se sa bisedat e tjera mund të qenë për ministri të ndryshme, kështu që kjo vetëm edhe më shumë e bën më problematike, dhe çka po më shqetëson është komentet e njerëzve. Definitivisht ajda është problematike kur sheh komentet e njerëzve të tipit që për 21 vjet kanë bolla të tjerë, tash edhe këta do të diçka me nëse kemi mri në kësi lloj standardi me ndërtu vend që për 21 vjet kanë vjet të tjerë, ose kanë bë dome këta tjerë, tash subonomi që për 5 vjet edhe këta po tentojnë pak me kop, thojza pjesë caktuar të institucioneve. Kjo për mua është më shqetësuese se sa veprimi, se me këtë do të më marrë institucionet e rendit, por nëse ne tentojmë edhe ne po instalojmë një mendësi të tillë në këtë shoqëri dhe ky është standardi, mas 25 vite liri, ky është standardi që po e dërgojmë përpara, është më shqetësim kjo se sa një akt i caktuar që është kryer që me cilin besoj merren organet e rendit. Po, këto pozicionet e larta drejtuese në vazhdimsi e kam pas që të fat.
Mirë po, për në rastin konkret flasim për një njeri që mas pari nuk është i fushës të drejtoj një kompani, si që është Iber Lepenci, dhe pastaj flasim për dikë që ka qenë antar i partisë së Julit. Do në flasim për dikë që duhet bëhet luftë e jashtëzakonshme për të mbrojtur ky pozicion, megjithatë ne fatbarësisht unë jam prej njerëzve që besoj në organet të drejtësisë, parasysh se mos besojsha në mekanizmat e këtij shtetit, do t'jekja në mbrëmje ose në mëngjes nga ky vend, unë besoj që ky shtet ka mekanizma kredibil, edhe kur ne na duket që vonohen më reagu, edhe kur na duken vendimet, aktgjykimet, dënimet e pamjaftueshme, megjithatë kjo i mbetet publikut ta vlerësoj, mirë po edhe për mua si për besnikun, sikur zyrtarja në fjalë të ishte shefi i grupit parlamentar, apo sikur të kishte një rol institucional, edhe përkundër nepotizmit dhe ndërhyrjes, do të kishte sens, mirë po një zyrtare që nuk ka asnjë përgjegjësi publike, të jetë determinuese për shumë çka në jetën publike, mendoj që ky është mesazh i frikshëm për njerëzit që mendojnë me ndërtu të ardhmen këtë vend, dhe nëse është aq e rëndësishme ajo për lëvizjen vetëvendosje, do duhet ta sistemonin në një pozitë publike që pastaj t'i bashkërendoj qoftë edhe këto formatet e nepotizmit, mirë po një njeri nga rruga, po flasim një njeri nga rruga që nuk ka përgjegjësi institucionale, parasysh se partia nuk është qeveria, sikur të kishte përgjegjësi institucionale, do të flisnim për diçka tjetër. Thjesht Republika e Kosovës me ndërhyrje të Dejonës duket sikur një grupim apo band parapolitike e determinon shumë çka në qeverinë dhe në vendimarrje, ndërsa tek opozita drejtuese fatkeqësisht standardi i Kosovës është ky. Po. Zoti Sfajo, këto mesazhe alen hapësirë për prokurorinë që të nisë hetime ndaj Dejona Mihalit ashtu siç po kërkohet nga disa gazetarë? Shikon, to mesazhe nuk kanë dalë në publik se dikush e ka vjedhë telefonin Faruk Mujkës. To mesazhe kanë dalë për shkak që institucioni i cili ka konfiskuar telefonin Faruk Mujkës ka shpërdoru ligjin. I ka bë publike mesazhe të cilat pa i bë ato gjykata. Pa dalë ato para gjykatës dhe pa bë publike nga ana e gjykatës. Kështu që e para gjë që do duhet ndodh është që ai person përgjegjës duhet të shkonte në burg. Po ty po të shqetëson më shumë mesazhet që kanë dalë se sa problemi, ha? Po po më shqetëson edhe njëra dhe tjetra, por nuk duhet me abstrahu këtë që dikush shpërdoron detyrën zyrtare, sepse shpërdorim zyrtar ti nëse ti diçka që është në gjendje duhet me mbajt, domethënë në brenda institucionit me qit për jashtë, kur nuk është. A ka pas shpërdorim zyrtar në rastin e Prontës? Në rastin e Prontës i kanë qitë avokati. Avokati ka tjetër përgjegjësi ka zyrtari policor. Cili avokat? Avokati po jo më në rastin e Prontës na e kemi përshëndet gjithë edhe jemi gëzu krejt publikisht fakti që është përfaqë një. Pavarësisht që është bajë, pavarësisht gjithë e kemi përshëndetur dhe jemi solidarizu. Nuk është pavarësisht, sepse nuk guxon një zyrtar policor me kap me dëzue telefonin ose mesazhet e dikujt, akoma pa përfunduar procedura, me adhon me qitë publik. Kjo është vepër penale. E dyta, këtu nuk lejohet që një medium publik, këtu si ky zotnia nuk e di cili, bën shpifje, është gazetari Liri Mehmeta, i shikon një portal drejtim. Që ja kanë bërë kundërshtar të politik Faruk Mujkës, dhe thash përsëri vazhdohet shpifje që do trajtua edhe në për çështje organe. Nëse shpifje le të më padis. Po, sa veta do të më padit, po për një gjë të tjetër. Po çka ka shpifje atë zoti Ismail se s'e kuptoj. Shpifje është Cila pjesë? Se nuk është e vërtetë që ka qenë antar i Julit. Kjo është shpifje. Është shpifje pa skrupull. Edhe nuk do të me leju vetën dikujt me tash e them me shpifje të nuk është thashë theme. Kthehun tim, nuk është thashë theme. Nuk ka thashë theme.
E ke fjallën për rastin e fundit, se nuk po ju kuptoj, po flisni me kode, realisht to janë mesazhet publikuara dhe çështja është se a duhet prokuroria të ketë hetime, ndërka që thoni që duhet ketë hetime edhe për këta persona që janë gazetarë se si kanë arrit me i siguru të gazetarë, ata që i kanë qenë. Ata që kundërshtarët politik, po thoni. Gazetari atë që agjenaj duhet me bo publik. Gazetari jo, prokurori. Problemi është kush ja ka dhonë gazetare. Problemi është qysh mundet prej dosjes policisë me mbrite të gazetare. Po bëje të folë që 10 minuta për që të punë, a nuk për të brengos fakti që ka post mesazhe? Edhe dhe gjë, ta kemi parasysh diçka. Kemi të folë për persona zyrtarë të cilët çdo ditë zgjohen në mëngjes edhe shkojnë punë me kujdes për institucionet e Republikës Kosovës. Edhe kjo është brengosëse në pozitën e zyrtarit, në pozitën kur udhëheq me institucion, më të brengos më shumë, apo i del mesazhi, edhe prej kuj po i del mesazhi, si sa çka ka në mesazh, ti po më shqetëson. Organi sigurisë është ka peshëm të lartë. Por organi sigurisë po është organi tjetër që nuk do të më përzi hiç. Apo kupton çka po flet? Se po shpërndahet shumë kjo në disa pika, ishte rëndësishme të marrim nga një koment parë, sepse ishte një temë shumë e diskutuar dhe fakti se si... Ti se folë asë një fjallë për mesazhet. Deri tash jetu folë që shka dojnë mesazhet. Unë si kum lezu mesazhet... E po nëse si ke lezu, ko ke interesu vish për pjesën e parë. Po atër ndërshta më mirë themi që s'kemi informacione. Sepse kjo, këte kam lezu, edhe kjo për mu është te për shqetësuse. Po zotëri Sfaji është mirë mu informu para se dalë në televizor, jo veç me dalë me thonë një fjallë. Po në fakt nuk ishte kjo tema, unë e bëra si pytje. Unë nuk për ato që nuk jam informu se ti. Po. Nuk po shpif për njerin, me thonë nuk është kompetent, njeri është inxhinier, i qasoj fushë. E thonë nuk është kompetent për... Jo, unë shpifa kur gjasë, unë nuk e një, heqa su më interesën kush është. Po ti po folë për njerin që se nje. Mare po flasë për mesazhet, për pozitën që e ka, që ka më interesën, që ka bëna në shpe. Dhe për temën për cilën edhe... Shku ja lezu diplomën që ka kry, mu më interesën mesazhet që ka ndojnë. Në regull, besnik. E thatë, ja ti ja... Okej, kjo është temë tjetër. E thatë që nuk është kompetent, nuk është inxhinieri po asoj fushën në cilën... Po, e qarë. Me cilën mire. E qarë, zotri Sfaji, unë të falenderoj shumë për këtë inkuadrim sot, do të kemi mundësi për shkak kohës limituar të flasim edhe herave tjera. Po, zotri Sfaji, ju të falenderojmë shumë për këtë inkuadrim. Shkole të gjënë i sen. Po, sepse si duket nuk i ka parë mesazhet edhe pastaj ju Po jo i ka po mesazhet, po më brengos kjo pjesë e njerëzve, dhe gjë, kur dalim edhe shpenzojmë, konsumojmë hapësirë publike, do të me qenë sa ma korrekt. Nëse do me folë për një temë, edhe nuk i... Po, nuk i... Me shpar drejte. Unë po flasë, kur po flit një, ju s'pë ndërhy. Kur po flasë unë ju po ndërhyni, sepse s'doni me dëgju të vërtetën. Mërë unë dëgjova që 10 minuta je ka folë që shka ndorë mesazhe. Une mendova që u përshëndetëm... partije, Pifja nuk është njeri adekuat për atë pozicion, e tash unë i dëgjoj shpifje tu brenda, tu që i bënë ndaj njerët. Të vërteta janë pretendimet që i thash, as njëra nuk është shpifje. Të vërteta janë pretendimet. Por e konsumuam, kaluam këtë pjesë dhe ishim duke diskutu për diçka tjetër. Edhe unë mendova që u përshëndetëm me zotrin Sfahiu, sepse bëra përshëndetjen, po si duket që ndroja ende në linjë, se nuk ishte kjo ideja që t'ja mbyllim linjën edhe të vazhdojmë diskutimin. Nuk mund është me mftu mon në emision, edhe me leju ata tjertë me fy aty edhe me venu familje. Asëse, zotrin Sfahiu, Zotri Sfahiu, ne ishim duke bërë për mbylljen dhe Besniku e dha një koment ekstra, sepse ju e dini, sepse keni qenë shumë herë në këtë emision, nuk është kjo praktika jonë. Analfabeti më jep Jo, Zotri Sfahiu, po kjo është ideja. Mos u frustro se probleme... Zotri Sfahiu, po, Zotri Sfahiu, sepse u keq kuptuam, ky është një koment që e bëri për juve kur gjo, o, zotni. Sepse... Ka keq kuptime. Zotri Sfahiu ju falenderoj shumë, Besnik ju falenderoj shumë, Zotri Sefa ju falenderit edhe njerë që ishte sot në këtë bashkëbisedim. Shikues të nderuar, po shkojmë me një shkëputje të shkurtër edhe kthehemi prapë në studio me temën e radhës.